Përshëndetje, mirë se erdhët në kanalin tot të YouTube-it Gjeni e Gjuli. Unë jam Gjeni. Ky është ambienti i ri nga ku të bëj videot. Është kuzhina ime, këtu tek shtëpia në Angli. Jam pak me grip, t'ju updatoj pak si shkon jeta ime këtu. Atëherë, në momentin që zbrita njerëz, telefoni Në momentin që unë zbrita në London stancet, një shi, o zot, mirë që kisha mbajtur një xhup sipër, sepse Kelly burrin pa të thënë shiko, mbaj një xhup sipër se sido që tjetë, edhe sikur mos të bjeri shi, duket njoft ty, do kesh ftohtë. Unë jam një person që ndi shumë ftohtit, mund ta dini nga tropikale ime, kap direkt. Dhe sa dola, kam vesh xhupin, shi tërkohës, nga aeroporti për të qyteti ku jeton bashkëshorti im janë 2 orë ca. Rruga më duke pa fund, gjana avioni ishte 2 orë 20 dhe unë jam mësuar me udhëtimet brenda Europës, që nuk janë aq, për Shqipëri është 1 orë 20, edhe për vende të tjera në Europë janë shumë pak. Kështu që aty unë isha edhe pak në tension vetë, të kuptojmë. Nëse, siç ju thash edhe në vlogun e fundit, që postova, gripi nuk më ka kalu akoma, veçan se ndallohet nga zëri, më kanë dalur edhe 1-2 puçra që po dhambin dhe janë të mëdha, por deri tani lëkura është okay, edhe pse potoj si një javë as nuk është mbushur. Unë po merrem këtë ditë përveç se me gripin tim, po merrem edhe me shtëpinë, bashkëshorti im e ka shtëpinë gati, por normalisht, që thash, çdo grua do që të duket dora e vet. Kam lërë gjëra të vogla, po pres më duhen gjëra të mëdha që më duhen e janë dollapet, sepse ai që ka bashkëshorti nuk më mjafton. Kështu që ato po pres më vi dhe pastaj mbasi të rregulloj gjërat pak nga pak do ju bëj një home tour, për shembull këtu jemi tek kuzhina, cila është arreduar dhe më pëlqen. Më pëlqen sidomos këto. Shumë old fashion, ku i thonë. Dhe sot isha po bleva jo ushqimet, disa gjëra se ushqimet e bleva atje te Morrisoni. Bleva një libër njerëz, bleva një libër. Sepse kam nevojë të ndjehem si vetja ime dhe libri është mënyra ideale. Gjithashtu, kam pyeta një nga kamerierët që punon të restoranti Burrit për bibliotek këtu dhe më tha që ka bibliotek. Unë tani do merrem të vendos pak ushqime gjëra që bleva në vend, bleva ujë, bleva shikoni. Ajo është shorti. Sa të lezes me këto bëtot. $1, £1 njëra. Përveç se ngele duke fol njerëzve italisht, skuzi, grazie, tërkohës, edhe gjërat i them euro. Leva këto, si që thënë leva libri, ravioli me spinaq, sepse në Itali unë i dua shumë, mami i gatuan dhe më pëlqen shumë, kështu që e mora. Këto i mora me spinaq dhe me arra, jo më falni, baziliko, dhe haram duket. Ndërsa këto i mora me spinaq dhe ricotta. Filet të pule. Qep. Letra karta. Librin. Mora piper të zi. Mora edhe kjo që thot Italian seasoning, që janë këto me përbërës italian se që ka brenda nuk e di. Hudhër, qep that, sheqer, si kjo qepa, si kjo speci, krip, rigon, baziliko, peper zi, vaj. Do e provojmë. Që marrë tjetër? Qese dhe si ky. Unë faktikisht doja 8 nuksit, por nuk jam gjetur. Isha dje në 2 dyqane dhe prapë nuk gjeta, kështu që marrë 8 kërnjerë, të cilë është i mirë.
Këto janë gjëra që mora sot. Normalisht mora edhe te Lidl, arra, bajame, anakardi, nuk e di shqip fjallën. Këto janë. Tani ne do vendos këto në përvende dhe do ikim të ham për drejt tek restoranti i dajes tim, i cili e ka për drejt, ndërsa bashkëshortim ka restoranti për darkë. Daja më ka dhe një restorant tjetër që është për darkë. Kështu që do thoni unë Gjen, je rrethuar nga restorante, kështu që ti nuk do gatuosh. Jo. Do gatuem, një sepse mua më pëlqen të gatuaj, dy sepse dua të ruaj regjimin ushqimor që kisha në Itali dhe gjithë më kanë thënë që ke kujdes, fillim sepse mund të ndjesh fryrje, mund të bezdisin disa ingredient, përbërës, kështu që nuk e di, do shohim si gjendem dhe me ushqimin, duke dëgjuar pak dhe duke parë edhe komentet e juaj dhe mesazhet e juaj që duhet kem kujdes me këtë, sepse normalisht e dim gjithë kur ndryshon vendin, jo vetëm vendi, atmosfera, por edhe ushqimi, ujë, dhe me ujin këto ditët e para nuk është se isha shumë mirë derisa gjeta aquapanna që kishte bushën të restoranti dhe roketa, ato janë okej, kështu që me ato jam mirë për momentin. Këto janë gjërat. Kur të vi momenti i duhur, ju premtoj që do bëj një mini home tour. Duat më keni pak durim dhe ju premtoj që do bëj vloge pak më gjata. Normalisht, siç e pata thënë edhe më përpara, do koordinohemi edhe me Xhulien. Një pjesë ajo, një pjesë unë. Unë flas, nuk e di, 4-5 herë, 6 herë në telefon në video call me Xhulien, sepse kam frikë se Arbri më harron. Normalisht dhe me të mitë. Për momentin gjende mirë, janë thjesht 4 ditë, e di që rruga është e gjatë edhe unë do mësohem, por për momentin çdo gjë mirë dhe shpresoj të jetë akoma më mirë. Familja ime nuk më bën që të më rëndohet mungesa e tyre. Xhulia më shkruan vazhdimisht, siç e thash në video call, në telefonata, prindërit e mi, kushërira, edhe njerëzit e botit më kanë marrë në telefon gjithashtu. Unë kam kunatën afër, kështu që ajo është vazhdimisht, nëse nuk e takoj për shkak se është në punë, më merr në telefon, kam kushërirën e vogël dhe shqyr Zotit, ajo është një person shumë i dashur, një fëmijë shumë i dashur, kështu që automatikisht ndjej shumë dashuri nga ajo, e kam gocdaj, unë me Dajën kam një super lidhje dhe është një ndër personat që shqyr Zotit që e kam afër. Dhe me zdi përpres realisht që t'ju marrim dhe unë dhe Xhulien në këtë rrugtim të ri. Të kujtuam në një pikë tjetër që do në bënim branis. Edhe ishim gati për t'i bërë gjitha, që më ngëndë? Des, mjelli. Kishim gjitha atë tash mos, nuk pas për mjell. Kështu që dollëm, shkojmë pa mjell, pastaj të bëj prakës. Bë, ja kohë përzirja, ka dalë goxhaje, trash goxhaje mirë për vuan, ishte e ëmbëllaj sa duhet. Unë nuk i hedh kakao, bëj thjesht me çokoladë të zezë, sepse, do të thëmë, brownie është çokoladë e zezë për mua, prandaj e bëj të shfrytëzoj gjithë çokoladën e zezë që kam, sepse është shumë e mirë. Shihemi pasi ta kam pirë, por inshallah edhe mirë. Ditët e mia, mbas ditët e mia domethënë, për momentin janë të restoranti Burrit, ku për momentin do rri që të përpiqem ndërsa të mësoj me ambientin, të mësoj me theksin e këtyre shumë të trashë, ndryshe nga theksi im amerikan. Edhe po mendoja me bashkëshortin që këtë sezon, domethënë korrik gusht, punoj këtu si kamariere që tani nga shtatori profesionin tim që të mësojmë dhe nuk e di atë të mësoj ndonjëherë theksi. Shumë i fort njerëz, sa që ndonjëherë më duket sikur nuk dëgjohen. Shumë theksi fort. Mirë që i kuptoj llafet dhe jam e sigurt për anglishtën time ose për ndryshe. Po, okay, doja dalë. Mirëmëngjesi. Nga unë dhe çfarë duke një ditë me diell, por shftat. Dhe faktikisht çe ti bëjmë? Do mësojmë. Me sa duket, duhet mësohemi shpejt madje. Një nga ndryshimet që duhet bëj në këtë shtëpi është të ndroj këtë lloj parketi, kështu, nuk e di çfarë është. E kuptoj, për shembull, më ka thënë bashkëshorti, kështu që është i mirë për shiun, se nuk është rreshqitshëm, por thjesht nuk më pëlqen gjithë kjo pjesa kështu, nuk më pëlqen. Se mendoja kur që do jetoja në një shtëpi që thot atenti Elkane, kujdes nga qeni. Në Itali sa herë që e shifja thoja, nuk e kuptoj pse e bën. Baba, ja ku jemi këtu. Beware of the dog. Nes kemi qenë, e ka pas pronarin më parshëm, edhe burrim se ka heq. Kam për të bërë drekën dhe nuk doja të haja vetëm dhe erdha te kuzhina e restorantit. Po bëj një sallatë. Edhe ravioli. Po bëj një caprese dhe ravioli. Por duhet ju them që kuzhina më duket shumë e madhe për një person vetëm. Një nga gjërat me të cilat bashkëshorti im dhe unë jam ram dakord, domethënë ishte që
unë nuk do haja vetëm të restoranti, të vija edhe të haja porosisja, no, do gatuaj, sepse siç nuk e dija kam përmendur, po dua shumë që të mbaj të njëjtin regjim ushqimor ose të njëjtën cilësi ushqimi që kisha në Itali. Pavarësisht se është kuzhinë italiane dhe mund gjesh pastat, lasagna, pizzat, sallatrat, suprat, gjitha. Prapë si dua të gatuaj, mos ta lea të pjesë time pas dore dhe mua më pëlqen shumë kuzhina dhe kuzhina shtëpisë time është goxha e madhe, kështu që mos mendoni se të përfitoj se burri im është shef kuzhine. Do gatuaj. Sot është me vërtet shumë vape dhe kam veshur këtë fustanin që më ka lënë Xheni. Edhe ndërkohë që e vesha kur zbuluaj që kisha goxha të lirë. Edhe kuptova që kishte të drejtë ajo kur më thonte që para se të ngelesh të zanë dhe para se të linja kam qenë me vërtet goxha më e dobët se ajo. Do të thonë të paktën në numra, se mbase në fizionomi nuk dallonte, se kuptova që kam pak të gjërë ndryshe nga gjithë fustanet që kam të mit, që mund të vesh akoma prej peshës e gjëra të tilla. Por jam mëse lumtur vërtet sepse dua gjëra të lira. Rrëmuja aty është e arbërit sepse po fillon të gjum, por në fund erdhi akuati veshit. Edhe hajde për Xhenin që mi ka. Ndjes për gjendje njerëz, por sot kam pas një ditë shumë produktive. Do të thënë kam bërë punët, pjesën më kryesore të punëve, u morëm me gjithë kuzhinën, me banjon. Gjëra grash, nuk është nevojë ta t'i shpjegoj sepse e dim si jemi në gratë. Dhe tani do shkoj te restoranti i burrit të ha darkë, sepse po përtoj. Themi drejtën, po përtoj të gatuaj për veten time. Kështu që ose përfundoj me një sallatë, ose do ikë te restoranti i burrit ha një lasagna. Me dy menje jam, mund të përfundoj te sallatë, te lasagna, te sallata, se u bëra lamsh, mund të përfundoj te sallata përpara kompjuterit të shoh episodin e 9 të Ginny and Georgia. Sepse e mbarova, duhet e dini që e mbarova sot duke bërë shoqërësh Netflix në celular dhe duke bërë punët, duke parë Ginny and Georgia. Ka knaq, nuk jam dhe vetëm, vetë kur e pashun që po ikën ora, thash, kështu që nuk t'jem e ndëmendje. Faleminderit shumë që na ndiqni, shpresoj t'ju pëlqejnë këto video, këto vloge dhe do bëjmë sa më shumë. Dhe kështu do jetë pak a shumë urtira, duke shpresuar që gjëra të reja të ndodhin, ndërkohë nesër, më në fund edhe do të dal. Nas kiknet do ikë të takoj sepse është një kushëri e gradës ty të imja këtu, do shkoj të ham mëngjes me ta, dhe normalisht do ju bëj vlog. Kështu që subscribe, sepse edhe Giulia, nga Italia se gjërat bukura ndodhin. Pacim.